Përshëndetje dashur miq të Antena TV, rikthehemi në emisionin pa emër. Sot kam kënaqësinë të kem në studio bashk udhëtarin tim, zotin Ermal Peçi, I cili është edhe koleg një të kohë, edhe prezantues e moderator I emisionit Sinjal Tun në Antena TV. Sot kemi pasur disa zhvillime kryesisht që priteshin, pra diçka pritej, po diçka megjithëse të gjitha priteshin. Lajmi I parë është që Këshilli I Ministrave ka shkarkuar nga detyra pas propozimit të Këshillit Bashkiak kryebashkiakun, tashmërisht kryebashkiak zotin Erion Veliej. Më pas Rama ka komanduar pra drejtuesen e zgjedhore të Tiranës, zonjën Belinda Balluku, njëkohësisht zëvendës kryeministre dhe ministre për transportin dhe energjinë. Më pas, që fillimisht mendova se nuk pritej, po pritej, është emërimi I zonjës Silva Caka në detyrë si zëvendës ministre e brendshme. Ky ndryshim erdhi pas shkarkimit besoj zëvendës ministrit brendshëm, harrova emrin atij zotërisë, I kishte kap Albana Koçiu me cigare në zyrë. Kështë kap një lokal ajo, që e këshin denoncuar dhe ajo më pas... Brenda lokal, kishte bërë të vetëm. Ky tani ka disa, më nuk habit fakti shkarkimit absolutisht. As emërimi I Belin Ballukut si drejtues e fushatës së Tiranës, por as emërimi I zonjës Silva Caka, pasi kemi parë pas here që Partia Socialiste dhe partitë e tjera për shkak të oportunitetit o pragmatizmit politik kanë pranuar poste të ndryshme partijake, pra përkundrejt gjithë ideologjisë të tyre që kanë ndjekur deri më tani, madje po të vlerësojmë persona që kanë shkuar në PS, të katapultuar nga Partia Demokratike apo Partia e Lirisë apo ish LSI, kanë qenë njerëzit më si thuash radikal sa I përket korrupsionit që ka përfshirë qeverinë, për përfshirjen e zyrtarëve të lartë socialist me individ me të kaluar, po dhe me veprimtari kriminale, për pastrim parash, për qeveri hajtute që vjedh jo vetëm qytetarët, por edhe zërin e tyre, pra votën e publikut, dhe pas kësaj çuditërisht I kemi parë në poste drejtuese të Partisë Socialiste, a thua se nuk ka ndodhur asgjë. Një lajm që bën vërtet përshtypje është shkarkimi I zëvendës ministrit brendshëm dhe emërimi I zonjës Silva Caka, por shkarkimin edhe kur ndodhi lajmi e ka prezantuar zonja Koçiu, si ka Albana Koçiu. Albana. Zonja ish ministre e shëndetësisë, zonja Albana Koçiu e ka prezantuar si vullnet të vetin. Në fakt, zëvendës ministrat janë poste që kanë marrin, sikurse ministrat marrin emërimin nga kryeministri. Pra, memërohen dhe shkarkohen nga kryeministri. Se janë poste politike. Po, pra. Nuk janë poste teknike. Albana e ka nxjerrë sikur kjo e kapin lokal zotrin duke pirë cigare dhe po kjo e shkarkon. Ajo bën propozimin. Pastaj kryeministri pranon. Po mirë, patjetër, por nuk është detyra e saj as bëj propozime se kryeministri I bie pastaj. Jo, propozimin e bën sepse e kam një eksperiencë të ngjashme. Si bëri Këshilli Bashkiak propozime për shkarkuar Jonin, po e kanë fjalën që nuk është detyra e saj që nuk është detyra e saj të vendosi që kush rri e kush e shiti sikur shkarkimi ishte I saj personal dhe jo kompetencë e qeverisë. Mënyra se si e shiti zonja, ma nuk po them se si funksionon në tani ideja Ermal. Unë vërtet krijoj përshtypje për ca njerëz ose për politikën, po besoj se her pas here kjo përshtypje më gabon ose ne nisemi nga vetja për të gjykuar se si ka mundësi që ka ishtë individ në politikë që s'ka asnjë lloj integriteti, që ka përsen nga njëri I organ në tjetrin, tamam si pleshti, dhe në fund shkelin çdo lloj parimi, çdo lloj morali, mos po pres që të profitojmë ose na shitet moral për tyre ose ta pretendojmë se kanë këta njerëz moral, po të paktën a ka një sens logjik se si mund të sot për shembull të bëj politik zonja Silva Caka? Shko,
Zonja Silva Caka, në përgjithësi vetë si individe nuk ka qenë ndonjë individ me peshë politike. Por ka pasur fatin në atë kohë që të gjithë kush u bashkuan pranë LSI-s filluan dolën deputet. Po të shikojmë që të kërkosh moral të Partia e Lirisë ngre shumë pikpyetje. Sepse është një parti që s'ka pasur në asnjë moment konceptin apo thelbin e moralit. Është një parti super pragmatiste, një parti super pazargji, një parti super interesatgji dhe një parti që, domethënë, në planin ideologjik dhe në planet, po them, edhe në planin politik, unë nuk di ku ta bazoj. Mund të hap pafund libra, nëse do duhet të shpjegoj këto lëvizje të Partisë Lirisë apo çfarë simbolizon Partia e Lirisë, dhe ta them me bindje që nuk simbolizon asgjë apo nuk ka historia, figura të ngjashme apo modalitete të ngjashme. Kjo është një arsye e para. E dyta anë duhet kuptojmë që tashmë lajmi kryesor, do doja që të ktheva aty përgjigje, por dua t'i kthem. Dhe vetë shkarkimi i Zotit Velia i sot ishte një gjë e pritshme. Po ti shikosh edhe në lajme, po dhe në për rricet që kap shikueshmëria e lajmeve, ishte një gjë e pritshme që do ndodhte nga Zoti Rama. Nuk përbën më lajm sot. Në sytë e mi, lajm përbën që Zoti Rama gradoi në një pozitë akoma më të lartë zonjën Balluku. Pra, në qoftë se e marrim politikisht, sot zonja Balluku është njeriu më i pushtetshëm pas Edi Ramës. Tani, ai ka graduar zonjën Balluku për shkak të rezultatit që mori në Fier. Ai ka graduar zonjën Balluku sepse e shikon Oger Tamanesteliun jo në nivelin e dur për të arritur dhe për të pasur një fitore të fortë përballë kandidatit që do nxjerrë Partia Demokratike. Ai ka nxjerrë dhe ai ka graduar zonjën Belinda Balluku për shkak se vetëm tek ajo tashmë mund të mbështetet sepse gjithë elementët, po të shikojmë, ka qenë një foto Edi Ramës që herë ka qenë me Veliajn, herë me Tahirin, herë me Ahmetajn. Kemi parë çdo moment që tashmë ai është vetëm. Vetëm në sensin jo vetëm se ai kryeministër është se vetëm, se ka shumë problem, po. Po them si profile politike ai tashmë vetëm zonja Balluku i ka ngelur në sensin e një njeriu politik i cili ka marrë rezultat. Tani çështja që qëndron këtu. Pse pikërisht do duhej të gradonte zonjën Balluku dhe mund t'ia linte gjithë peshën politike zonjës Manastërliu? Ai trembet Zoti Rama një rezultat në Tiranë, apo përgatit Zoti Rama një emër shumë të fortë politik dhe në këtë rast e ka zgjedhur zonjën Balluku për sfida akoma më të mëdha, dhe kur flemë për sfida më të mëdha. Këtë sfida vetën. Po kur tiki vetë ai mbase thotë ta marri zonja Balluku PS-n. Se mund të jetë. Si kur tiki? Ore, kur tiki thash, unë s'është do iki sot, unë s'tash do iki në këto moment. Kur tiku një do e marri, ore po. Po njeri do e marri, puna është që kush do e marri. Apo e përgatit që tani e që kush do e marri. Këto janë disa prej pikpyetjeve që... Problemi është që s'po ikën. Jo, ai s'ka pse ikën tani, ai... Më thënë, nuk kam një diviz tjetër se si do iki ai, por... Çështja që ndronë që deri në këtë momente kjo më bëri përshtypje. Dhe fakti që ai sot shkarkon Veliajn dhe sot vendos zonjën Balluku. Ai mund ta vendosë edhe më përpara zonjën Balluku. Domethënë, nuk është rastësi që në momentin që ai shkarkon Veliajn, që e shkarkon vetë ai, se ai mund të kishte thënë edhe para disa ditësh kur shpalli kandidaturën, dhe i thoshte, edhe siç i tha Ogerës, mund i thoshte edhe zonjës Balluku, ne e dim në rezultatin që morën Fier, tani hajde në Tiranë dhe na i vërteto përsëri dhe këtu. Dhe në këtë kontekst, mendoj që sot Rama i ka dërguar një mesazh qartë edhe Erion Veliajt në burg, por i ka dërguar një mesazh qartë e Partisë Socialiste. Sepse ne e dim shumë mirë që brenda Partisë Socialiste jo me do i përgjigjen strukturat Ballukut, se tani janë strukturat e Ogerës, strukturat e Erionit, strukturat e Belindës.
të Manasterliu do t'i përgjigjen, s'diskutohet, se do t'i përgjigjen për të arritur rezultatin e tyre. Po të janë rivalja, por nuk janë mike. Po do rezultatin, pra është qëllimi për bashkët. Vërtet janë rival, po bëhen bashkë për qëllimin e Po tyre. zakonisht Belinda ka treguar që ka bashkëpunuar kundër kryetarit bashkisë sepse ka aspiruar si post. Gjithmonë ka qenë stërkëmbsh në Ka rrugtimin e qenë kujdo. kontekst tjetër. Konteksti ishte që ky ishte kryetar bashkie. Dhe ky ishte njeri me pushtet, kurse zonja Manasterliu as nuk ka shfaqur në njëherë ambicie për pushtet, as nuk ka dalë nga mëngjesi deri në darkë në media, madje ajo mundohet i shmangi sa më shumë mediat, dhe tashmë në këtë kontekst, në qoftë se a do i përgjigje, mund të jetë vetëm pyetja mund të jetë a do t'i përgjigjen strukturat e Veliajt. Unë mendoj që dhe në Fier nuk donin t'i përgjigjen strukturat e klaneve të Fierit, por zonja Balluku ju imponua. Solli njerëzit e saj nga Tirana, zbriti vetë në terren, bënte takime tek për tek, shkonte në çdo cep të Fierit dhe përdorte çdo mekanizëm të saj të mundshëm. Kështu që dhe në këtë rast në Tiranë, vetë rrethanat që Veliaj tashme jo vetëm pas sekurave, po drejtorët e tij, njerëzit më të besuar, ata i kanë larë duart, se për këtë nuk ka marrë akoma vendim. Po për 5 dën është dhënë një vendim, mos gaboj. Pra ata drejtorët e tjerë janë dhënë ca vendime. Dhe ata mas 5 vitesh dalin nga aty ku janë. Po dolën pas 5, se mund të zgjasim shumë. Kështu që Veliaj tashmë dhe struktura, po dhe ata janë si jetim. Dhe kur je si jetim, mund të rezistojnë një grusht. Po dhe atyre anë, e pe në mbledhje. Rezistoi ish këshilltari dhe drejtuesi i mjaftit, pastaj vajti e firmosi. Ata që Velia i kishte martuar, i kishte kurorzuar, thanë hajde ta shkarkojmë. Ata tjerët, si mos e mos, çfarë do bënin dhe ata? Po themi vështirësohet Se besoja. rruga. Do me thënë, e di ku mund t'i vështirësohet rruga zonjës Balluku apo Manasterliut. Në qoftë se eksponent Erion Veliajt zgjedhin që me duart e tyre të bashkëpunojnë me kandidatin e opozitës. Pra t'i japin informacione, t'i japin të dhëna. Kundër Ogertës. Kundër Ogertës dhe Belindës. Belindës, këta dy janë ata që do e drejtojnë. Kështu që në këtë kontekst, qofse ndodh kjo gjë, atëherë unë do të them që ky mund të ndodhi që t'i prishi punë. Por në gjithë të optike shikoj të pamundura. Nuk shikoj fakti që Veliaj nuk po reagon dhe fakti që po ri i eshtu. Jo thanë që do reagoj, do ketë reagim. Ma thanë që dje po presin, një fjalë pritën në mënyrë zyrtare. Pritën në mënyrë zyrtare. Sot ishte shkarkimi zyrtarisht, pra dhe nga Këshilli i Ministrave, kjo ishte se s'mund të Tani ishte doli pa ish propozim. vendimi doli që u shkarkua. Tani ai pritet që të reagojë. Brenda 15 ditëve duhet ta... E ka për 15 ditë Velia reagimin apo Ka si? mundësinë, brenda 15 ditë ka fatin që të apeloj vendimin e shkarkimit të Këshillit të Ministrave. Dhe çon gjykatë kushtetuese. Gjykata kushtetuese pastaj shprehet pas 45 ditës, mos gaboj për rastin fjalë, nuk e di. Ose mund të bëhet edhe pak më tepër. Në qoftë se Velia i reagon. Po mendoj që çon kushtetuese pezullohet. Domethënë, thelbi është tuan, në qoftë se Velia i reagon, atëherë ai po mundohet të japi disa mesazhe. Por në gjithë të panoram, e shikoj të pamundur që vetë Velia i të ketë forcë për të kundërvënë Ramës. Unë mendoj që Velia i sot, me shkarkimin që i bëri dhe kryeministri, pret vetëm vendimin e gjykatës që politikisht e quan veten të... Politikisht, unë nuk po them se ai po flet për një betejë politike. Ka ikur betejë politike. Kam mbaruar, unë besoj se po flas për betejën ligjore. Sepse duke qenë kryetar bashkie ndihmon ligjërisht paktën minimalisht qytetarët çështja më e parë me prioritet. Kurse sa i përket pastaj betejës politike, besoj e ka të humbur për sa kohë e shkarkuan këtë formë. Ose më saktë e kishte të humbur që kur e arrestuan. E kishte të humbur që kur kryeministri Rama u shpreh se zoti Veliaj u dënu, po u arrestu si u arrestu, po do dënohet në masën arrest me burg, po tjetë mundësia.
Pra lëshimi që i bëri Rama në të gjitha hallkat, lëshimin po flas më njëherë, se ma thu se ishte i programuar, unë besoj se Erion Velia e ka për shkak se i ka ofruar, si thuash, besim atyre, dhe nga ana tjetër besnikëria që i është premtuar i ka dalë krejtësisht jashtë dore. Pra Velia është i gënjur i madh në raport me bashkëpunëtorët e tij, nuk po them me drejtsinë, se drejtësia derisa të flasë drejtësia do shikojmë. Por raport me bashkëpunëtorët e tij është mashtruar i madh. E kanë marrë me ujë, e kanë marrë me ngrohtë deri në fund e arrestuan. E mbajtë me ngrohtë që s'ke pse e dorëheqën ti se u arrestove detyrë, do dënosh detyrë, nuk reagoi. Më kupton? Të gjitha këto të bëjnë të mendosh që ky zotëri vetë Ilia ka marrë vetë ai ka marrë garanci se minimalisht këta i ka njerëzit e tij që janë në krah. Nuk po them se do të ndikojnë te vendimi final i gjykatës së apelit, minimalisht që është vendimi formës së prerë. Po minimalisht janë krah ti që nuk e besojnë vërtet atë që thonë që është i arrestuar padrejtësisht, që po shkelen drejtat e njeriut, që po i bëjnë presion dëshmitarëve me zotin Velia, që po bëjnë gjitha këto. Pra, edhe gjithë sforco e madhe, edhe besoj që edhe telefonata, sikur se thash, që është kryer gjatë nga ambientet e gjykatës posaçme deri tek burgu i Durrësit, telefonata e policisë, mendoj se është mungesë besimi te atyre që zoti Velia ja kanë premtuar besimin në formën më të sinqertë. Pra në momentin që ka marrë telefonin, sepse unë diskutova, ndoshta ishte me flogerte, nuk e mbaj mend, po bëra një diskutim. Çfarë thoshte të dy si burra të zgjuar aty? Jo, mos flasim si zgjuar, ne flasim kotisht, bëjmë analizë të fakteve. Si mund të kërcënoj Velia një polic të burrëve që të ndihet i tronditur për telefonin? Jo, e ke prekur me mua këtë temë. Bash, po. Si mund ta bëj për shembull? Mi fal, si mund ta bëj Velia, ndihesh i kërcënuar nga Velia, po një polic burgjes si mund ndihet i kërcënuar për shembull nga këto kryetarët e bandave kriminale, ata jo telefonin, po ato çfarë mund t'i marrin. Kështu që çike pa besueshme. Kam përshtypjen se më shumë ka qenë një lloj besikërie që e ka ofruar vetë Velia, që se mund të flasë ma ofron ky se kam miq në shtet, absolutisht është totalisht gabim, nëse ka ndodhur. Jo, e marr vesh unë, ti do të them, një anë logjike mund të qëndroj kjo. Sepse ai ka hyrë në bon sens që ka thënë këta tanët janë. Ore, mund të thosh ti, ja, si thot njëri për ty më kërcënoi Ermali dhe unë detyrova, po mund ta bësh ti kërcënim, po jo të detyrosh dikë. Është tjetër gjë të thosh ç'a më ç'a kam bëu ti, por nuk e detyron dot se nuk i as tipi. Se të japi telefonin po. Po nuk jo më t'japun, jo nuk s'është me dhën telefonin, problemi është të bëj burgun për ty. Ma kupton ç'a dua të them, të marrë i risk. Një polici drejtërisë burgjeve të bëj burgun për atë, nuk është se ai bën burgun dhe ri dhe pa punë, se nuk është se pa punë në burg familjen e ai për çfarë se i bëri Erioni. I bëri kërcënim. Hajde marrim çfarë bëjnë ta tjerët. Se po të ishin ai Sajmir Tahiri dhe që ishte ministri i brendshëm dhe mund ta. Po Sajmirit më nuk e telefonin kush pirt për këta. Në sensin kur ishte ministri i brendshëm kishte atë pushtetin, e kupton. Po Erioni as ministri i brendshëm nuk e bën burgu njëri për ministrin e brendshëm se si la mendja. Edhe kur kërkohet me fotollok, çu të li familja rrugëve ai se je ministri i brendshëm ti s'ka mundësi, do ikë nga puna, më vjen keq për punën, po nuk mund të bëj, burgu nuk është një shititje te kavalishenca dhe u ktheve prap. Dikush mund të bëj ku dëgjon një lloj sakrifice, fjala vjen fizike, në sensin që mund të bëj një 30 kilometra vrap për ty, se ja kërkon ti, se je ministri i brendshëm, po jo të bëj burgun tjetrit të le familjen rrugëve, të ri pa punë, gjithë damkën, s'fillo punë herë në jetë, pse se i bëre kërcënim ti. Po çfarë mund t'i bëjnë këto bandat e krimit organizuar që këta i shoqërojnë çdo ditë, i bie ti marrin telefone, pistolete, uniforme. Atëherë çfarë përgatitje ka ose çfarë që unë nuk e besoj. Unë e besoj se ti është ofruar në këtë sens, me bon sens që mos e çaj kokën, a kupton se na kanë ne. Dhe është gënjur. Aty ka hangër kolpën e dytë, dhe akoma s'po e kupton. Unë besoj se ai akoma s'po e kupton. Akoma s'po e kupton. Po sinqerisht po them, por se s'mund dalësh me letër ti falenderoj se ka fajin Rama, se ka fajin ASPS, apo e kanë fajin këta që më futën mua këtu. Kjo është tamam të dhjefsha ose e kupton, po s'ka ç'a bën, edhe është tamam nëna parti
ka të drejtë se fajin e kisha vetë. Më kupton, është e njëjta retorikë, është e njëjta... Jo, jam dakord se, ore, në një filozofi, ata etër që ambi, do me thënë, por puna është që në këtë kontekst, do me thënë, në të dyja anët, velia i mbase, shko, e para është ai mbase mund të ketë menduar që miqtë e vet nuk do të tradhtonin. Mendoj prapë që ai ka menduar që nuk mund të ishin njerëz pranë tij të cilët do e kishin dekonspiruar. Po. Në momentin që atit kanë thënë që do vish me ne dhe e arrestuan në zyrën e bashkisë, Veliaj ka menduar që pëse do i bëj një palë. Dhe në sensin dhe të ndereve që kishte bërë, se i ka bërë ndere. Pa harruar qarë zotuan dhe pastaj e këthyn. Pa harruar për çdo gjë. Dhe në këtë kontekst, në gjithë të situatë, ai dhe mund të ketë menduar ndonjëherë që mos të godasë Ramën, sepse Rama do mundohet që mos të më shkarkoj, ose Rama do mundohet të mos më flaki. Pastaj në disa momente Veliaj përdori rrjetet e tij sociale TikTok, ku u dha disa mesazhe, por dhe ajo më pas që do flas po fula unë, me sa duket Rama mund të ketë ulumtuar, apo kushdo brenda Partisë Socialiste, ka ulumtuar dhe ka kuptuar që ky s'ka asgjë. Dhe kur në politik tani, se pavarësisht raporteve, kur ti e kupton që ai është i pavlefshëm, ç'po i duhet Ramës ai më? Thot hajde ta shkarkoj, unë dal burri mirë, them dhe ky e ngri fiqe kumblla pas meje, njerëzit do ta shigjetojnë, ky vetë më përpara ngrinte fabula se ka dhe një Veliaj ku kishte pikën e fortë, anë kishte edhe pikën e dobët. Nga që merri gjatë gjithë kohës me propagandë, për shembull thoshte atë vi nga një familje varfër, pastaj tha dasmë më pagoi nëna. Pastaj mundoi kishte ca video që thoshte ne ato të ollat i mbajmë te ai dërkuci. Dhe donte të bëjë njerëzor në gjithë drejtën e vet, po në anën tjetër nuk e mbulonte dot këtë anën njerëzore me atë se çfarë ndonin brenda bashkisë. Dhe ju bë kaq bumerang kjo gjë, sa tani ti shikojeni, domethënë thot edhe shumë. Ai sot u shkarkua, ka kaq kohë që është pas sekurave, dhe unë, gazetar që unë e di shumë mirë që ai u ka bërë ndere atyre, ata nuk kanë thënë një fjalë për të. Një fjalë më. Nuk po them sensin se i detyruam e kam borxh, por në sensin e një minjore, se ti kur i ke vajtur ke zjat dorën për një bashkëpunim, për një koordinim, e ke dhe një sens minjoje. Sa të, në qoftë se ti s'ke besuar asgjë, ai i bie që aty ka qenë edhe në këtë kontekst kam parë gjithë të situatën dhe kam parë gjithë të panoramën se sa, jo vetëm e trambur shoqëria jo, në sensin shoqëri flas konceptin që lidhe me njëshin. Se për shembull, po ta kishte mbrojtur Rama Veliajn, do shtyeshin me trup tute ne për ta mbrojtur Veliajn. Kush e kush më parë. Ore kush e kush, ai ka të drejtë. Si, ore, unë mbaj mend anë që kur u arrestua Veliaj, edhe mbaj mend edhe për teleshikuesit, dolën analistë të majt, fillua thoshin SPAK-un e kontrollon Berisha. Se doli Rama, tha janë ca, kemi disa, tha aty, disa drunjë të shtrembur në SPAK që nga koha e Berishës trashëguar, dhe nuk ngeli analisti majt pa thënë që SPAK-un e kontrollon Berisha dhe ai ka njerëzit e vet në SPAK, edhe ç'a nuk than tjetër. Pastaj kur e mbylli gojën në Rama, secili prej tyre në fakt e mbylli gojën automatik. S'ishte as me manual ajo, automatikisht. Ore këta thonë dhe për njëri tjetër në ore, është e çuditshme se si ka mundësi në çfarë pike bjen njeriu. Si mund bjen njeriu në pikën ku këta flasin për një aty ku rrinë, aty, unë nuk e di se si ja bëjnë, është e çuditshme si ja bëjnë. Se unë ka natyra kam që unë po mu neverit dikush me fjalë që nuk bëhem atë, mund t'i flas, mund t'a përshëndes,
mund qëlloj të pi një kafe, po të dytë nuk e zjedh tapimet e. Kurse këta hanë, pinë, punojnë, shajnë, përshtyjen dhe po prapë. E pe foton kur ndodhen që ullën gjithë me Ramën. Po, që ishin të kafja e Tani, ata janë pushtet ata. E pesat skëter ishin gjithë në fytyrë, basi u kështë rënë dhe blitë si fotos. Po, ishin në zbardo ishë. Por, thelbi qëndron që këta, në çdo moment, nuk duhet i shikosh më si miq aty. Ata sot disa janë nën shënjesën e spakut, disa janë nën shënjesën e lobeve brenda për brenda, dhe disa mendojnë dhe thonë, ore, nëse ne nuk sillemi siç duhet, mona heq ky se ne s'kemi as një valencë, nuk kemi bërë një betejë. Se duhet kuptosh, jo duhet ta kuptosh ti se s'ke çfarë kupton ti. Në sensin çdo njeri që na dëgjon, duhet kuptoj që partitë politike nuk janë vëndëngjësh, se ne kërkojmë njëra aty meritokraci, kërkojmë garë. Ore, ne i kërkojmë to, po nuk do të mërë, duhet ta kuptojnë ata. Se aty po të ishte me meritokraci, me garë, çdo gjë. Pra, kështu si ta japin pushtetin dhe ta marrin. Tani do të tregoj një rast. Se s'ke fituar asgjë vetë. Do të tregoj, më tregoni në Spille ku isha, më tregonte një miku im që është marrë gjatë gjithë kohës me fushata, dhe tha, vem në kryesi. Në kryesi atje... Dhe kujtë parti? Tek PD-ja. Në kryesi, tha, vem, do zgjidhnim 2 individ cilët do gradoshin nivelet larta. Ne kishim emrin tonë, tha, një tjetër kishte emrin e vetë. Kishim tentuar me kotha që t'i mbushim mendjen atit që mos... Dhe një miku im i cili ishte më i vjetër, thamë politik, zgjodhi tha që jo ta bëj me votim të hapur, tha po me votim të mbyllur. Dhe bukura pas votimit, Andrej, dhe ai që kishte propozuar, nuk e kishte votuar. E kupton? Dhe aty tha i unë kuptova... Si kuptu që ishte nga votim apo votim i mbyllur? Me votim të mbyllur, ti nuk e kupton. A i thaj që mos ta bëjmë votim të mbyllur, ta bëjmë të hapur. Se thënë, jo me votim të hapur, e bëjmë të mbyllur. Po me të mbyllur, se votim të hapur do ishte me dorë, do ngrije dorën. Po pra. Dhe aty do kuptoj kush voton të për kë. Dhe një që ishte më i vjetër, aty tha jo, tha, këtë punë, tha, do e zgjidhim me votim të mbyllur. Se cili votoj me fletat, u hapën fletat, dhe ata që kishin propozuar të tjetrin... Si dini logaritë, po? Se kishin votuar. Në më dhënë, kjo për të kuptuar se sa interesa dhe intriga luan. Apo kur më kanë treguar për një garë që... A shqisë si tymne janë këto garat që janë falco. Dhe unë të them anëri fiktive, do hymë të 2 në garë, po është mbyllur muhabeti do fitoj unë. Ndërkohë ti ke një rjetëzim shumë të fuqishëm, dhe thua po mal pranoj, thua ti, dhe vetëm hymë garë se ti do e fitosh. Dhe ndërkohë që ne shkojmë në garë, unë pres fitoren e merë ti. Sepse ti ke lëvizur gjithë mekanizmat që mund përjashtosh. Pavarësisht se propozimin e bëra unë. Më thënë, në këtë kontekst është një... Në më thënë, politika është më ndjeshme se leku, është një gjallëse e çuditshme. Merë disa trajta në disa momente që nuk arrin do ta kuptosh dhe ta dëshifrosh dhe nuk e di ku luhet intriga. Më thënë, sado që flet njeriu për ngjarje, për zhvillim... Politika si burg i madh. Po, edhe burg i madh është një... Vënd që ti bën Erioni velije intrigat, ja bën këta nga jashtë. U mendoj që... Së mësoj asgjë nga burgu këto shko muj. Panoptikon është një shprehje, është filozofike, po është një burg i rrethuar, Andri, dhe në atë burg, do më thënë, është vetëm një njeri që shikon gjithë shka, të tjerët shikojnë vetëm njeri tjetrin. Kështu është i rrethuar në koncept, panoptikon që si term. Edhe ne, unë bëjt debat me ty, bëjt diskutim me ty, po ne këto këndvështrime kemi. është dikush lartë, thot, ore, një sekund, se këndvështrimi i Anrit më duhet mua për këtë gjë. Këndvështrimi i Ermalit më duhet mua për këtë gjë. Pra bën atë playmakerin ai, po ne akoma nuk e dim se kush e bën këtë gjë. Pra janë gati ajo që thua ti që agjendat që nisen edhe në televizion se si programohen
panelet, si vendoset stafi, kështu që në këtë kontekst e kam. Eci kështu, me fijet e që nuk ndërprite, fijet e nëndeshme. Problemi është se unë nuk e kam shumë se si kush do jetë fati Velijet, sepse ja bën Velijet kështu. Por jam i habitur sepse Velije nuk e kupton. Pra, Ani beson që nuk e kupton ai, apo beson që dihet se kupton. I braktisur dhe i pafuqishëm? Sepse nga infot që kam, unë gjithmonë ka refuzuar të alëshoj postin e kryebashkiakut. Si mos e kupton, ka i për e thot gjithë Shqipëria? Tani po në fillim, nuk e ka kuptuar që ka qenë thjesht kurth, që ti do rish aty çketi se na kene. Ma kupton? Pra e kanë mbajt me të ngrohtë për faktin që rri aty ti se do të zgjedhim ne, ma kupton, do të zgjedhim ne hallet e tua, edhe kanë mbajtur postin e kryetarit bashkisë, prej postit kryetarit bashkisë ose për ndoshta edhe për ndonjë arsye tjetër, pra e kanë thjeshtëzuar gjykatës që të vendos prokurorisë posaçme, duke qenë kryetar bashkie, e kishin kollaj fare, mjaft që ishte në detyrë. Dhe ai këtë kurthin nuk e kishte pranuar, sepse tani ne do të pranojmë që Erion Velije ka dhe një rrjet shumë fuqishëm. Pa rrjetin nuk është vetëm aty tek drejtoritë e Bashkisë Tiranë. Ja, është rrjetin në tuar ku jashtë. Po tani njerëzit për cilët Erion Velije akuzohet janë nga njerëzit më të rëndësishëm sot në Shqipëri, sesi që janë klientë të pushtetit, jo se janë për rëndësishëm për nga statura, se sa njerëz për mu pas një lloj kontributi, po thjesht janë klientë qeverisë dhe kaq mbaron filmi, ose njerëz që punojnë me këta janë pjesë të ekipit të Ramës dhe të Velijet. Janë njerëz fuqishëm, nuk i çon dot kollajn spak. Më kupton çfarë dua të them. Nuk mund të jenë njerëz që nuk reagojnë dot as me para, kur vjen puna për të zgjedhur një studio ligjor shumë të mirë. Ta godasi spakun. Prandaj nuk e kam gjithë skema nuk më qëndron më. Unë jam dakord që ti të vësh betejën tënde ligjore, po betejën tënde ligjore ti e parë me studion avokatisë. Çka ka ky Arben Rakibit? Rama është për studio Ramës, çfarë? Po. Tani mua bet kod, çfarë flasim llogje kavaje. Që ka studio Ramës, ti e ke lënë dorë Ramës vetë për përfundo kokër të burgut. Gjithë alian janë lënë dorë Ramës, jepi Ramës, ani vendos Ramës çfarë do bëj? Pra fakti që s'ka dhënë dorë që i ka besuar se i kanë thënë këta që shaj kokën ti aty ti vazhdo betejën tënde se nuk do e lejojmë. Futja kot, edhe kur e ndryshon, kur ti shef që ndryshon retorikën, i thotë ai filan deputeti, mos fol në publik gjatë person, po ti mund ta kuptosh nëse ky kryeministri i thotë atit mos fol në publik, por nga prapa luan fije të tjera që ti thotë se mos gjejmë publik se kështu se ne do ta mbështesim, po luan fije të tjera. Po ti se kupton herën e parë, se kupton herën e dytë, se kupton herën e tretë, e katërt, e pestë, atë budallava. Ose nuk ke fuqi, jo budalla. Nuk po them se s'besoj se është budalla, ose nuk ke fuqi të përballesh, s'ka fuqi. Ose ke frikë të përballesh. Anëri, në të dyja rastet ai e shikon që bën llogaritë veta dhe nuk i leverdis. Patjetër mos fletë por. Po s'fletaj, çfarë po fletaj? Po jo më tani, më deri tani ka folur. Edhe më mbrapa ka folur nga pak i çik, nuk ka rëndësi. Mos folë vllarri aty. E filloi meta, malet tona më të larta, ulat tona më të kaltra. Folja 2-3 nga burgu dhe mbaroi filmi, ka punu më pak. Tani po flet Monika se meta s'flet më. Po pra se ka mundësinë edhe s'ka pse çat flasi. Ke pas strukturat e atëherë mos flet. Mbaro gjyqin të vërtetën tënde, atëherë mos merr njerëz në telefon. Të pyesësh se kur do më zjerrin ta mua. Mund të jetë rënd psikologjike për ty, po ke gjithë kohën ta mendosh aty, absolutisht. Mund të bësh një veprim nxituar, po jo të bësh veprime që të djegin. Pra, kur s'ke mentalitet, unë besoj që kur s'ke mentalitet humsi në burg, nuk je ai tipi që ngren zërin kush të del përpara. Në këtë koncept, nëse Velije nuk do shifte shoqin aty që janë burg me telefona, u sillet krudo, karkaleca, u vjen dhe dashnoret. Njëri më thanë që i kishin arrestu dhe kuzhinierin që kishte jashtë, dë bënte burg mrena që ta mbante edhe kuzhinierën brenda. Ishte gallate e madhe. Se ç'kishte bërë mund të ketë bërë një budalli të vogël, e kishin fut brenda atë se i duhej edhe kuzhinierën brenda. Në fjalë tan luajnë fiet, jo vetëm brenda, po edhe jashtë për të marrë diçka
brenda, kupton? Tani, duket kështu si shaka, realisht më thaj një person shumë kështu. Në momentin që ti, ose jenë në burg, për 7 muash, nuk kupton ti që nga intrigat që bëhen aty, sa ty shkollë, në vete, aty për atë punë është. Shkoj filani fistekot, aty është gjithë lodhe mendore, lodhe psikologjike, dhe veprimet e nxituara që bën të e penalizuan, telefoni. Shë vërtet. Ti gjë e parë që mund të mendosh të jam deri në fyt. Me letra, me një shutak, s'duron do të kupton veten, por robi ndalë ti e shef veten, pastaj është pa pjekuri që të kapin telefon. Erën Velia rrezikon që mos ta dënojnë fare pas asnjë vepër që ka bërë, sepse ato do të provojnë, dhe këtë telefon e ka më kollaj me hongër të telefoni, pra për çfarë bëri brenda në regjimin e burgut. Akuza i kanë anë apo 4, sa ka? 4 i bjem duket, është korupcion, kështu pastrim produktive për penale, këto dyja janë zakonisht, shpërdorim detyrës nuk e di nëse e kanë, harrova tani. Po nese, pra kjo ishte fshehje të ardhurave, kjo është. Fshehje të ardhura që e ka, se varet tani se janë disa, edhe fakti që këta thonë që janë sa gjëra që janë për evazion në vend. Siç i rasti Ben Ahmete që diskutuam për bukën, i ka kryer dëm shtetit, pastaj në kaloi ka kryer dëm qytetarëve. Okej, ka kryer dëm të qytetarëve, po. Aty s'është për qytetarët, është për dëmin që ka shkaktuar shteti. Shtetit sa ti mund të. Se ti mund ta mbash te qytetarët gjithë ditën, problemi është që ai ka shkaktuar shtetin. Gjatë që pas asaj edhe shteti ka paguar lekët për dëmin që ky ka shkaktuar qytetarëve. Është një skem mawiu. A nuk e merr vesh të parë dytin. Dhe në momentin që zoti Velie në pozitat ku është tani për shembull, është në pozita që ti mas mund të them mund të gënjesh 1 2 3 me fjalë, po mund të gënjesh çik te familja apo. Po kur e shef që nuk ka lëvizje, maksimumi do të vijë natë, ose do lëvizësh fijet, se si. Se është edhe fakti është, në të dyja raste, që mos të zgjatemi më shumë, se besoj edhe e zaurua Dërsa thonë që do i ngrihen dhe akuzë tjetër për inceneratorin, për atë firmën. Më thënë, me pak fjalla, nëri Partia Socialiste me kryer Ramën, po i lanë duart, tani do duhet shojmë. Dakord, ka kohë, por tani do shikojmë vetëm reagimin e Veliait. Besoj se e zauruam. A mund të thashë që do bënte reagim, më thanë që ka reagim, po priste vendimin e Këshillit të Ministrave. Kurse bënte Velia, mund ta bëj studio ligjore kanë fjalën për të apeluar vendimin dhe për të vendosur ato piket të tyre se si qysh tek. Ne do ta diskutojmë edhe të presim edhe një ditë tjetër çfarë do ndodhi me Velia. Besoj se do ashtu. Po me sa shikoj anë apelimi. Njerëzit nuk kanë pik interesi çfarë po ndodh brenda PS-s, se kuptoj dot këtë gjë. S'ka interes. S'kan fare interes, më duhet se e kanë kuptuar që aty është vetëm Rama. Fole Hajdutësh o bu? Jo, dakor, po nuk kuptojnë. Fole Hajdutësh tu, fole Hajdutësh atje, fole Hajdutësh ky përballë, Hajduti përballë Hajdutit, njerëzit janë lodhur të merren, ti mund ndryshosh mund të bësh botox, mund të bësh ku dijon çanta, fillera. Po mirë, hajde bëjmë showbiz buzët e vithet, mund të ndryshosh veshjen, mund të ndryshosh modelin e flokëve, ngjyrën, po te din se nga si kush çysh je. Showbiz nga nesër në vazhdim. S'ka më politik. Se kush, e din fare mirë se kush je, e din se çfarë shet, e di se ç'a ken prapavijën tënde. I di shumë mirë, sto nuk gënjet me njeri, as nga Rama, as nga Berisha, as nga Meta, kanë kryr punë këta moralisht me shqiptare. Këtu është domosdoshmëri për të kuptuar se si duhen hequr 1, 2, 3, 4, 5 veta, cilët në thelb janë e njëjta fytyrë, i njëjti trup dhe e njëjta veprimtari. Mos harroni dashur miq, bëni subscribe në Antena Televizion, mos harroni të regjistroni kanalin ton, ta shpërndani në për Shqipëri dhe diaspor. Besoj që do të jemi më me ritëm nga java dhe në vazhdim për diskutuar mbi tematika, problematika, por gjithashtu dhe duke sjell histori njerëzore që ju mund t'i dëgjoni. Subscribe dhe shihemi përsëri.